Këto janë pamjet e datës 22 nëntor të vitit të kaluar, kur në varrezat publike të qytetit, në Babic, u shënua një ngjarje pazakont dhe tepër e rëndë. Si pasojë e erës së fortë që përfshiu zonën, u shkaktuan dëmtime të konsiderueshme në disa vare, duke tronditur jo vetëm familjarët e të ndjerëve, por edhe opinionin publik. Sipas asaj që sjelli në atë kohë pamjet filmike, një pishë shekullore është rrëzuar plotësisht, e shkëputur me gjithë rënjë nga toka. Rënja e pemës ka qenë aq e fuqishme sa që ka bërë të mundur ngritjen nga themelit një qivuri, ndërsa janë dëmtuar edhe shumë vare të tjera përreth. Në total, raportohet se janë rreth 6 vare të dëmtuara, çka e bën këtë një nga ngjarjet më të rënda të ndodhura ndonjëherë në varrezat e qytetit të Vlorës. Megjithse kanë kaluar 3 muaj nga kjo ngjarje, situata mbetet ende e pandryshuar. Asnjë mas nuk është marrë për rehabilitimin apo riparimin e vareve të dëmtuara, të cilat vijojnë të jenë në të njëjtën gjendje shqetësuese. Këto janë pamjet e filmuara këtë të hënë nga televizioni 6+1 Vlora, që tregojnë qartë se dëmtimet janë ende prezente dhe se mungon çdo ndërhyrje institucionale. Ngjarja, edhe pse shkaktuar nga faktor natyror si era e fortë, nuk mund të justifikohet vetëm me kushtet atmosferike. Një rol të rëndësishëm në këtë situatë ka luajtur edhe mungesa e vëmendjes dhe mirëmbajtjes së duhur nga ndërmarrja e gjelbërimit pranë bashkisë së Vlorës. Moskryeja e shërbimeve të nevojshme në BMC, veçanërisht në zona të ndjeshme si varrezat, ka sjellë kalbëzimin e pemëve, të cilat në kushte të tilla kthehen në rrezik potencial për të rrëzuar. Bëhet fjalë për mungesë respekti ndaj të vdekurve dhe dhimbjes së familjarëve, të cilët detyrohen të përballen çdo ditë me këtë situatë të papranueshme. Ndërmarrja e gjelbërimit duhet të tregojë më shumë përgjegjësi dhe të kryejë detyrën e saj në drejtim të mirëmbajtjes së pemëve dhe hapësirave të gjelbra brenda varrezave, me qëllim që të parandalohet përsëritja e ngjarjeve të tilla në të ardhmen. Po ashtu, edhe ndërmarrja e varrezave të qytetit ka detyrimin ligjor dhe moral për të garantuar pastrimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të këtyre hapësirave. Në shumë zona të varrezave, barja arrin deri në disa centimetra lartësi, duke bërë të vështirë lëvizjen dhe duke rritur rrezikun për praninë e gjarpërinjve dhe zbaranikëve të tjerë, çka përbën një kërcënim serioz edhe për jetën e familjarëve të cilët vizitojnë varet e të afërme të tyre. Situata kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, jo vetëm për rehabilitimin e vareve të dëmtuara, por edhe për vendosjen e një plani të rregullt mirëmbajtjeje, në mënyrë që varrezat e qytetit të mos kthehen në burim rreziku dhe neglizhence, por të mbeten një vend dinjitoz për kujtimin dhe nderimin e të ndjerëve.